10-rat e vrarë ishte bilanci një betejë të rrëfeshme në mes të forcave maqedone dhe disa kryeingrizëve shqiptarë në një lagje të Kumanovës. Pjesa më e madhe e personave të përfshirë në këtë konflikt ishin nga Kosova, por asgjë tjetër lidhur me këtë nuk dihet përveç teorive të konspiracionit që ky ishte një komplot i përbashkët shqiptaro-maqedon. Sigurisht kjo plagë do të jetë edhe me tutje pa shëruar kur do të hapet një tjetër shumë shpejt, ajo për themelimin e gjykatës speciale. Kjo është shpata që po qëndron mbi kokat e komandantëve të UÇK-s e që pritet të lëshohet me gjithë fuqinë e saj gjatë kësaj vere për ta tarazuar ose për ta rrezikuar seriozisht stabilitetin politik dhe ekonomik në vend. Këto dhe zhvillime tjera janë duke polarizuar në mënyrë ekstreme shoqërinë tonë. Ky frustrim, ky polarizim shoqëror nuk është duke u kanalizuar në mënyrën e duhur as prej partive politike e as prej institucioneve shtetërore. Numri i qytetarëve që e konsiderojnë veten të papërfaqësuar partiakisht dhe politikisht kur nuk ka qenë më i madh. Për të diskutuar për këto tema sonte kemi të ftuar në komitet avokatin Dastit Pallaska. Dastit, mirë se erdhe. Në një kontekst dhe në një kontest tjetër, qytetarët e Kosovës u bën prapë subjekt i një konflikti në një shtet pas Sirisë në Maqedoni. Pyetja është si është e mundur që kjo shoqëria jona, ndukje stabile brenda nesh, me prodhu kaq shumë ose me pas potencial me destabilizu shtete tjera. Si e konsideroni ju? Çfarë po ndodh këtu? Po, qëllimi i krijimit një shteti është me ofru mundësinë një shoqërie të caktuar për me progresu, për me i kushtu vëmendje vetës dhe me mundësu njerëzve me kry punën e vetë dhe me bu punë të mira. Nëse nuk e shfrytëzojmë këtë mundësi, normalisht që shteti ka me prodhu probleme dhe fatkeqësisht sot dështimi i gjithë kësaj gjenerate politike, sepse gjenerate e përkufizoj jo për nga mosh apo për nga rrethonat historike në bazë cilave kanë ardhur në pushtet dhe në skenën politike, për ta jetësuar apo për ta funksionuar shtetin e Kosovës, ka bërë që produkti më i njohur vendor sot në Kosovë të jetë produkti, domethënë, i njerëzve që shkaktojnë kriza, qoftë në gjitha vendet domethënë ku po zhvillohen, domethënë ku ka tensione të larta, dhe këtu nuk e kufizoj vetëm me zhvillimet e fundit të Maqedonisë, mirë po edhe me problemet që duke ndodhur në botën arabe dhe në luftën domethënë që është duke u zhvilluar nga grupet më radikale islamiste. Me të vërtetë vitin 2006 kur bisedoja me disa miq që me cilën ka rënë punu amerikan, edhe ata e parashikonin që shqiptarët një ditë, domethënë që shqiptarët janë kategoria më e përshtatshme e rekrutimit për çarqet islamike fundamentale për arsye se janë musliman të dukshëm që duken sikur evropian, domethënë me sy të kaltët apo bjond kështu me radhë. Edhe që në atë kohë kur ishte siguria e aeroportit, problemi kryesor tani janë domethënë muslimanë që mund kalojnë lehtësisht nëpër detektorët e aeroportit që një ditë do të vijë edhe me ngul domethënë luftoja në atë kuptime sepse nuk mendoja se ne do të kishim një dozë kaq të shkurtër të falënderimit ndaj gjithë asaj që bëri perëndimi për ne dhe që sot që të kemi gjithandej nëpër vendet e krizave domethënë në botën arabe, luftar të bindën, domethënë ata për shkak bindjes janë të luftuar atje, edhe e bindje vjen si forma e fundit në shkollën e dëshpërimit, domethënë personal, që ata ta lypin diku atje fatin në botën e amshueshme, kështu që prodhimi kryesor vendor me një shoqëri e cila nuk funksionon është kriza, edhe është konflikti. Domethënë secila shoqëri e cila nuk shkon pozitivisht, qoftë edhe me hapa më të ngadalshëm, ajo degradon në krizë. Sot ne prodhimi vendor me cilin po njihemi fatkeqësisht botërisht, janë domethënë njerëzit të cilët janë duke u bashkangjitur kauzave të ndryshme destabilizuese të sigurisë. Mirë, po këtu është me rëndësi që të përmendet edhe një kontekst tjetër, sepse Kosova domethënë kohën kur shpall pavarësia, ka qenë një moment ku ishte krenari që të përmendet që je prej Kosovës, domethënë sepse kishte gjithë mbështetjen domethënë në secilin vend të botës perëndimore, kudo që dilja unë atë kohë studioja në Amerikë dhe në gjitha debatet për arsyeshmërinë e shpalljes pavarësisë apo jo, Kosovës gjithmonë fiton te kauza jonë, sepse ishte me të vërtetë kauzë drejt. Mirë po, pikërisht fakultetin ku studioja në Yale ishte një profesor i shkencave politike, definitivisht shumë anti-shqiptar, domethënë duken pikpamjet e tij, i cili dha një argument, i cili me të vërtetë në atë kohë, kjo është viti 2008, pak na vurin në siklet. Edhe ai e shtroi një pyetje shumë thjesht logjike për një amerikan i cili ishte i painteresuar për çështën e Kosovës. Çka i vjen botës, edhe një shtet i vogël, ekonomikisht i paqëndrueshëm, 100% i varur prej ndihmave nga jashtë, i cili do të dështon. Domethënë çka i vjen botës.
Atëherë arsyetimi jonë, domthonë është që ju po e paragjykoni dështimin, sepse neve nuk na u ka dhënë mundësia përmes qeverisë vetëm, na do t'ju provojmë juve, edhe arsyetimi jonë ishte që Kosova për 2000 vjet ekzistimit të saj si një territor apo si një shoqëri, ka qenë në duart e njerëzve që nuk e kanë dashur, edhe është koha që Kosova të jepet në qeverisje njerëzve që e dojnë në mënyrë që ta funksionalizojnë. Edhe unë thoya që tash domthonë përpjekja jonë kryesore për sukses është që ne duhet të tregojmë se e dojmë Kosovën më shumë se serbët, sepse veç në këtë mënyrë e meritojmë legitimitetin e qeverisë së këtij territori. Mirë, po fatkeqësisht 7 vjet pas, gjithë ata që kanë rror gjoks për dashurinë ndaj Kosovës apo dashurinë kauzat e mëdha patriotike, ende nuk kanë treguar që Kosovën e dojnë më shumë se serbët, edhe në fakt janë shumë afër për të krahasuar me mënyrën se si e kanë trajtuar serbët këtë vend, që është vetëm mundësi për ndonjë eksploatim afat shkurt bile, sepse as afat gjatë nuk i kanë as eksploatimet afat gjata që tregon për koshmërinë e tyre në këtë vend, për koshmërinë e ndjenjave të tyre ndaj këtij vendi, edhe unë mendoj që kjo është betejë sot kryesore e këtij vendi. Nëse ne nuk tregojmë që e dojmë këtë vend më shumë se që e kanë dashur serbët, unë e them publikisht, ne e humbim legitimitetin për të pretenduar për ta qeverisur këtë vend. Edhe këtë duhet ta pranojmë. Dasit te potenciali destabilizues i shqiptarëve kohëve të fundit. Si ka mundësi që shqiptarët po shkojnë të luftojnë në Maqedoni, ndërkohë që vetë shqiptarët e Maqedonisë nuk po shkojnë për të luftuar në Maqedoni, po shkojnë në Siri. Është një paradoks ky, pse po ndodh kjo, si e shihni? Po shife, problemi kryesor, arsyeja pse po shkojnë me arsyeja pse dikush merre islamistat, nëse mund të merr për një moment, si bëhet një njeri normal, islamist mas pari, edhe pastaj vrasës masiv, domthonë me shkatrum, çush bëhet, unë para se me qenë prind, do njerëz që kanë qenë negativ, kanë menduar që kështu kanë lind, mirë, por kur e shet fëmijën të lindur, domthonë ditë e para të lindjes, e shet që fakt secili njeri, edhe kriminali më i madh, përveç nëse ka ndonjë problem, domthonë kimik, kështu me radhë që ka ndonjë problem shëndetësor, lind i pafajshëm, domthonë ai njerëz është i predisponuar për diçka rrethona të bëjnë. Tash islamistat, këta të Charlie Hebdo's për mua janë shembulli më i mirë, këta që e shkaktuan atë domthonë masakrën atje në Paris, sepse ai kishte provuar terroristi, kishte qenë spori reper. Pastaj kishte pas domethënë ishte po probleme me droga kështu më radhë, pasi që ka dështuar secilin aspekt të jetës, ai e ka lyp biletën e shkurt për parajs, shpagimin. Domethënë Berati atë më mirë është çka është ajo. Shpagimin e biletën me një vepër madhore, shpagimi kuptim masi domethënë kuptimin fetar, një biletë, një drejtimshë, shkurt rrugën më të shkurt mundshme për me i lot gjitha gjunohet që i ka bën jetën e tij. Edhe kjo tregon që njerëz këtu te na nuk është shembulli ndoshta i njëjtë. Mirë, po njerëzit ky vend i ka privu prej secilës mundësi për me pas sukses. Edhe i ka shfrytzuar, i kanë keq përdorur për shembull këta luftarë që kanë marrë pjesë atje. Mos harroni, këta janë njerëz që ju kanë shërbyer këtyne liderëve politik, qoftë Kosovë, qoftë atje. Këta i kanë eksploatuar deri në masën ma brutalit, mundshme edhe në fund i kanë lënë pa asnjë përkujdesje. Po shifeni këtë skandalin që ka u bë me këtu subvencionet e veteranëve të luftës e kategorive tjera dola nga lufta. Dhe me një dëshpërim të tillë, domethënë një njeri nuk është racional. Edhe veprimet e tyre nuk mund të racionalizohen apo të analizohen. Në Maqedoni janë përdorur nga liderët e partive. Po pikërisht, ata janë pasojë. Për atë arsye, veprimet e tyre nuk mund gjykohen në izolim. Dhe veprimet e tyre janë pasojë e gjendjes në cilën i kanë trajtuar, sepse nëse ata kanë qenë 18-19 vjeçar, kur është njëri me idealet më të mëdha për jetën, edhe në zellin më të madh për bë punën që është në shtat shpirti më i pastër, sepse ende nuk i ka pa ato vështirësitë e jetës që të bëjnë më konservative, më që llogarit. Nëse atëherë këta janë shkuar pas një ideali, edhe kanë besu në komandantët e tyre, në liderët e tyre politik apo në kauzën e tyre, dhe mas 15 vjetë kanë po që kjo kauzë është e kufizuar në ngritjen e mirëqenies personale të atyre liderëve, tuke i lënë këta pas një përkujdesje, ata janë kategoria më e përshtatshme, domethënë për ideologji radikale, fundamentaliste, qoftë karakterit politik, qoftë karakterit religios. Edhe për atë arsye, na sot jemi shndruar në një prej domthonë këtyre vendeve
me potencialin më të madh për rekrutimin e këtyre persona. Mos harroni, më falni, këtu jemi afër sheshit. Nëse kaloni në shesh, shihni gjithçka, prej fundamentalizmit islam, deri te dëshmitarët e Jehovës, që janë fundamentalistë të tjerë të krishterë. Me një bulevard që nuk e di sa metra e ka gjatësi. Pse? Gjitha këtu organizata, domethënë me agjenda të tilla kanë zbarkuar në Kosovë sepse po e shohin që kjo rini është më e përshtatshme për rekrutim për ideologji radikale sepse është rini totalisht të dëshpëruar dhe çka fatkeqësia më e madhe është me nivelin më të ulët të edukimit për arsye se këta profiter të luftës që janë leadershipi aktual, e gjithë këtë gjenerat e leadershipit aktual, që kanë bu këta të param në kanë doshtë më bëdhe doktorat, edhe të shkenca, edhe profesora, edhe akademikë në kështu mërë, e ka degradu edukimi që e ka bu këta të përshtatshëm për organizata radikale. Me shtjellu më shumë këtë temen e elita politike ose njerëzve që përna udheqin sot. Ju bot një farë paralele mes trive që shkojnë Siri dhe këtune luftëtarve, djemve që i pam të luftu në Kumanov. Megjithatë ka një dallim, për faktin se këta paktën në ato që dim aktualisht, janë njerëz më të pjekëm se sa ata që kanë shku, në moshë, po them. Disa prej tyre janë edhe biznesmena madje, ka pas disa biznesmena të Kosovës që janë kap atje duke luftuar në Kumanov. A nuk shihni një dallim mes këtyre dy parëve? Për shkak se edhe qëllimet duket si janë tjera, ndoshta për herë të parë në Maqedoni askush nuk ka mujt me identifiku këta djem me rrymë të caktuara ideologjike. Pra duket si një aksion i disa njerëzve idealistë, patriotë kështu me radhë. Fundamentalizmi nuk është i kufizuar veç religjion, domthonë ideologjitë radikale, shëve, për me ardh puna dikush me ju drejtu mjeteve të dhënshme për me arritje çfarë të qëllimi, domethënë, ajo është një gjendje e veçantë mendore dhe është procesi që i paraprin atij veprimi shumë e rëndësishëm se vetë akti i dhunës i cili shfaqet. Unë nuk i kam njohurit për profilin edhe natyrën. Mirë po, dhe emëruesi përbashkët është dëshpërimi, domthonë i cili dërgon në ekstremizëm. Se ekstremizmit i paraprin dëshpërimi. Edhe në farë mënyrë edhe e dëshpërimi vjen kur i drejtohesh atij nivelit dhunës, domethënë asnjë mjet ligjor, institucional, edhe shtetënor nuk funksionon. Ajo tregon tash gjendjen në dy shtetet, qoftë Maqedoni apo qoftë në Kosovë. Domthonë ta marrim një shembull konkret. Ju po e shihni në Maqedoni çfarë dinamike interesante po ndodh me reagimin e bashkisë ndërkombëtare. Një dhunë kaq të domthonë të paprecedent nuk po e denojnë. Nuk po e denojnë. E kanë në farë mënyrë ndoshta edhe heshtazi edhe po e legjitimojnë. Pse? Pse e kanë po që ky shtet, çfarë është i formuar Maqedonia, unë mendoj që na kemi një model shumë ngjajshëm këtu në Kosovë. Domthonë ky shtet është shtet jo funksional. Pse? Sepse këtu një parti kur po e merr pushtetin, nuk po e lëshon edhe mënyra kur dështon procesi demokratik i zgjedhjes, që është procesi vetëm për ndrimin e pushtetit në mënyrë paqësore, atëherë mënyra e vetme për me i hek do profiterët që e kanë uzurpu pushtetin është mënyrë fizike. Në Maqedoni, si duket, është ndodh me këtë procesin që ka filluar, apo me këto incidentë që ka filluar, apo me përgjigjet të cilat i paraprin këtij procesi, ndërsa në Kosovë, për cilën gjë do të bisedojmë edhe më tutje, do të ndodh me siguri me këtë gjykatën speciale. Kështu që këtu paralele nuancat janë të evidente, mirë, po paralele është dëshpërimi shoqëror, dëshpërimi në zgjidhje, edhe dështimi i shtetit për me ofru mekanizëm. Unë biseda me shumicën e këtyre aktorëve politik në Kosovë kur loboja te këta për fuqizimin e sistemit të drejtësisë, thoya fuqizimi i sistemit të drejtësisë pse është në interesin e juaj personal. Ata thonë se është në interesin tonë personal. Thosha se drejtësia është një farë filteri i kanalizimit paknaçësisë. Për shembull, asgjë nuk funksionon, shkon në gjykatë, e realizon një drejtë dhe nuk shkon me marr drejtësinë në dorën tonë. E dyta thosha kur t'ju hekin juve prej pushtetit. Nëse mendoni për çka pas pushtetit që është betejë më e madhe për secilin politikan që ka qenë pushtet. Thosha kur ti vendosin njerëz që vendosin me ndërgjegje. Ata vendosin kush janë ata, jo kush je ti. Ata nuk t'hin ty në hak, jo pse dojnë ty, ata turrejnë ty nështë më shumë se armisht e tu më të mëdhaj politik. Mirë, po nuk t'hin në hak se ata për shkak të bindjeve të veta nuk t'hin në hak.
Ose ndërgjegja o kontrollori më mirë. Edhe në fund ditës kur kundërshtarët e ju politik fillojnë më montu proceset gjyqësore, e pa ditë penale, kështu me radhë, bile keni mu përgjigj veç për çato veprime ku e keni shkel ligjin e jo për veprime që nuk keni bu, se njerëz që bëjnë pa drejtësi. Drejtësia din shpyvjen. Formën e pa drejtësisë. Do nuk ki gjykati ku ti lexon drejtat kushtetuese, e thot ki drejt më mbrojt me eshte kështu me radhë, po të kapin të vjerën në qendër qytetit, kur i bëhet çat pas drejtësie, në realitet nuk e meriton është ta me të vjerë, meriton vetëm me të gjykuar, se kur i ki vjedh 1 milion euro, kur të vjen kjo inercioni i masës apo kërkesa për drejtësi nuk ti marrin vetë 1 milion euro, po ta marrin edhe shtëpinë e babës. E këtyre politikanëve ja bëjnë që bilin çat skenari keni 2 sene të sigurta. Shtëpinë e babës nuk ja u marrin, edhe fëmijët ja u lënë rahat. Sepse keni ndërtuar një sistem ku ka mbrojtës. E në këtë mjedis ku jemi të jetu, qoftë në Kosovë, qoftë në Maqedoni, nuk ka mekanizëm mbrojtës. Kuvendi e ka miratu ligjin për ndalimin e bashkimit në konfliktet armatosura. Si jurist, i afekton edhe këta 20 kusur të arrestuarit shqiptarë që marrin pjesë në incidentet e Kumanovës, ai afekton ky ligj edhe këta? Po, ai ligj nuk është i kufizuar vetëm, ai ligj e dim që është nis për shkak të trendit të shkuarjes kosovarëve në Siri, edhe në këto vendet e krizës në botën arabe, mirë pa ai ligj nuk është i kufizuar në kuptimin gjeografik dhe është ligj i cili i afekton gjithë krizat. Opozitës kanë qenë saktësisht në këtë ligj që thonin ky do të na parandalojnë me marrë lufta etnike tona. Ajo nuk e përjashton shefe, ajo është absurd sepse ajo nuk e përjashton kyçën e Kosovës larg kofta, kur mos e pafshim na dhe fëmijët tonë, edhe ata që vinë mas neve ndonjë luftë. Po kyçën e Kosovës me një luftë tjetër, mirë po, i afekton shkuarjen jo shtetërore, domethënë të individëve edhe e bën vepër penale, edhe definitivisht e afekton. Do të merret Maqedonia, sigurisht. Po, domethënë këtu në këtë rast pasi që veprat penale siç pretendohet atje kanë ndodhur atje, me ta atje do të bën gjykimet, mirë po mund të gjykohen domethënë nëse ka në Kosovë. Problemi i Maqedonisë është jashtëzakonisht i komplikuar tash, edhe siç po thoni do të merren edhe ata vet. Te gjykata speciale, ju keni fol për gjykatën speciale, keni dhënë intervistë madje edhe në Ekspres, ku keni shpreh skepticizmin e juaj lidhur me mënyrën se si po themelohet kjo gjykatë. Dhënat e fundit tregojnë se institucionet tona janë panik totale. Ministri i Drejtësisë po eskivon, nuk po do më marr përgjegjësinë lidhur me këtë. Madje ka dhënat e fundit thonë që ai është duke konsideruar edhe aktin e dorëheqjes, sepse opozita ka sulmuar jashtëzakonisht ashpër në seancën e fundit. Ku shihni ju, po mendoj, cila është sipas jush ku është ky proces ose a ka përgjegjësi ministri i Drejtësisë në këtë çështje? Po. Unë mendoj që këtu sandet që duken nuk kanë nevojë të ne edhe të përmenden. Kështu që puna e përgjegjësisë është absolute. Prej çfarë kuptimi që ka përgjegjësi? Absolutisht që ka përgjegjësi, se këta njerëz Kryqëzim Bajagi është në kritikat e juaja ndaj ministrit. Po jo ndaj ministrit apo unë thash kjo është problem i një gjenerate, i një bot kuptime. Këtu janë pothuajse dallime konceptuale të patekalueshme. Unë mendoj që është problem i gjeneratave, mënyrë sepse këtu kemi një gjeneratë që është në pushtet e cila ka kulturën kryesore të shëndërtimit, e ka zhvilluar duke u nisur prej ilegalitetit të thellë dhe prej një kuptimi shumë ndryshe të shtetit, shumica me bindje domthonë të majta të ekstreme, i cilat idejet sot janë domthonë të devalvuara dhe edhe sot do të ata përpjekën. Shembulli tipik i ministrit aktual. Po nuk është që shefe i ki dy koncepte, dy kategoritë njerëzve këtu. Këtu i ki një 2-3 lider e shumica e atij lidershipi, përveç që Ibrahim Rugovës domosht që ka qenë haptazi për perëndimulli duke deri tash i pa konkurrencën në kuptimin e vizionit të tij, edhe larg pamësisë të tij për orientimet strategjike, sepse jo për efikasitetin punë apo për diçka tjetër, mirë po për orientimet strategjike, mund të them që edhe unë e kam nënë vlerësuar sa ka qenë gjallë rëndësinë e ideve të tij perëndimore, mirë po leadershipi aktual domthonë ka bindje të ekstreme të mëdha, apo ajo është backgroundi i tyre. E këta të tjerë që po e përmendën sigurisht ministri, këta janë shërbys thjesht, domthonë nuk janë. Cila është përgjegjësia direkte e kuqit? Formuese. Shëve, unë dy çështje po du me diskutuar, masi është edhe pse temat janë të serioze,
po mundu mas është edhe mbrëmje pak me relaksu më bide me moni shembull shumë ma relaksus. Na, si qeveri, se cilat qeveri, pretendojnë që është zoti i një vendi, zoti i një shteti, domethënë që si zoti i një vendi, zoti i një shtëpie, i ki do përgjithësi që domethënë të pa negociueshme, apo nëse abdikon për ato në përgjithësive, vjet pikpyetje dhe faktja jeti zoti i këtij shteti. Këtu problemi me gjithë qeverinë është shumë i thjeshtë. Ta marrim pak nëse mund të kthejmë vetëm pak në histori. Si rrjedhi kjo lëndë? Si erdhëm deri te gjykata speciale se kjo nuk është do dhije vitet kaluar apo e këtij viti apo diçka. Çështja e cila për cilën po krijohet gjykata speciale ka filluar si një proces penal. Domthonë është paraqitur një rast, një kallëzim penal me disa deklarata dëshmitare për disa pretendime kryesisht për këtu transplantimin e vezhve edhe shitjen ilegale të vezhve. Është trajtuar nga unë miku. Ka qenë aq serioz sa që ka merituar dhe vëmendjen e gjykatës Hagës. Edhe në ato vite, domthonë ky është viti diku 2003, 2004, 2005, është shumë proces i sërgjatur, mund të më qenë viti 2006 sepse tani pak edhe kam humbur orientimin në vite, kështu që mund gabum. Në atë kohë, domthonë çështja u trajtua në Hagë. Kur u trajtua në Hagë, u trajtua, unë shpresoj që është trajtuar profesionalisht, po tani nuk jam më i sigurt. Pse? U trajtua ka bazë që të fillohet ndjekja penale kundër aktorëve, sepse aty aktorët janë shumë të njohur edhe të emëruar me emra. Edhe për arsye të cilat ne nuk i dim, në atë kohë prokuroria në kompetencat e veta ekskluzive mori vendim që nuk ka bazë për ndjekjen e kësaj çështje në një procedurë penale dhe e mbylli çështjen. Tash çka ndodhin shumicën e vendeve me njerëz që nuk realizojnë profesionalisht siç është Carla Del Ponte. Po çka bojnë ata? Ata mas mandatit shkruajnë memore. Edhe këtë është legjitime ajo punë dhe ndoshta, okay, edhe memoret për çka mund të shërbejnë me një botë normale perëndim për me bëna i film mirë, me botu do për intervista televizive kështu me radhë bla bla. Po këtu të na, për dallim prej Amerikës ku filmat i bën Hollywoodi, këtu të na filmat i bën qeveria e Kosovës. Këta me arrogancën kur dulën memoret e Carla Del Pontes, me arrogancën më të madhe i hodhën ato poshtë, reagimi i tyre aq i pamatën, aq jo serioz, edhe aq komik, e bëri këtë çështje politike, e eki si me thonë prej shtypit të verdh, e futi në sferën institucionale në Këshillin e Evropës. Edhe pastaj reagimet e tyre duke luajtur. Tash do t'rregoj, domthonë, në atë mënyrë e futën e bën në agjendë Këshillit të Evropës. Këshilli i Evropës e emëroi një raportues special, i cili erdhi këta prap tolleshin me të bënin shako, thonin do ta padisim, s'do ta padisim me kështu me radhë. Edhe në fund del raporti i Dick Martit, për cilët shumica është ajo pika e fillimit, po ajo nuk është. Del raporti i Dick Martit, edhe i emënon me emën individ cilë dyshohet që kanë marrë pjesë vepra penale. Këta çka bujnë me një shtet normal, kudo që ka dyshime për një keqbërje apo diçka, zhvillohet një hetim me një shtet normal, i shkohet deri në fund asaj çështje, nëse ka diçka fillohet një rast, nëse nuk ka mbyllet edhe kryhet. Këta prap me këtë politikën ngrenë mos po të kështu me radhë, edhe me dështimin e tyre për të reaguar në nivel institucional, ajo është prokuroria duhet të mirret me ato çështje apo duhet mirën dosjet prej Hagës, do thotë, a u trajtu kjo çështje po, a është mbyll po, pse është mbyll për çfarë arsye, edhe s'ka kur këta edhe me këtë performancën ekstremisht dopt që e kanë këtu me krimin, që nuk ka këtu sistem drejtësisë funksional, e që dojnë që ka se kemi Ministri Drejtësisë, po s'ka, apo kemi institucione që e kanë dështu. Ka kredibilitet këto prokuroria e Kosovës më marrë me këto raste, domethënë pas raportit të Dick Martit kjo nuk është çështje e kredibilitetit, kjo është çështje e obligimit. Obligim, për shembull, kur të jep betimin si prokuror apo si gjyqtar, nuk thu betohem që do të njeki veprat penale pe nenit 140 deri në nenin 240. Kur betohesh në këtë çat kod penal, edhe s'ka më vepër për ty me zgjadhe merr. Jo këtu pe njeki, po këtu s'bën se i dhnon këta. Ajo është detyra më e vështirë e për çdo detyra më e rëndësishme në një shtet. Edhe këta ndoshta më jetu, po çka po ndodh këtu tash? Është edhe unë e kam kritikuar shumë edhe paftyrsinë e bashkisë ndërkombëtare. Ta po thonë këtu që ju keni dështu, ju jeni hajgore, do jeni shtet kot, se në shtet, jeni një libër, një memoar, do një fut këtë shtetin në kaos, një memoar,
një artikull dhe një memar i një prokurore që e ka pas Londën e ka mbyll Londën. Po, kujtimet e saj ta fusin këtë krizë. Thoj njëri, po ashtu jemi jo serioz dhe gjithna që ju kemi thonë këtu që sa vjetë që na jemi që dim diçka, na as vetës mos pi besojmë, edhe hajde tash kishe këtë punë ta bëjmë edhe një herë pi fillimit, sikur ata fëmijët kur u presh luaj, hajde edhe një herë pi fillimit, donë kur luaj futboll me djemtë me si janë tu, thonë atë janë nisëm një herë pi fillimit se çështu janë së mirë. Edhe edhe është ide edhe çka më do të thotë. Edhe me kënë janë nisë negociatat për themelimin e gjykatës speciale këta bashkësia ndërkombëtare me subjektet e tij. Me bëj pak çu, ka dalë çu. Ti the që ti duhesh me jetu çta persona, apo? Okej, këta persona duhet me jetu. Për çka? Për çdo krimet më të rënda, dyshimet që janë. Pse spjetojmë na dhe spikrymë na, pse na besojmë juve, e tash po vim na pe bëjmë një gjykatë speciale, cilën pe negociojmë me subjektet e hetimit. Pra ju mendoni që kjo është konflikt interesi? Kjo konflikt direkt interesi. A din kur rritet ky konflikt interesi edhe më shumë? Për shembull, unë mendoj këtu se nuk du me amnestu kryeministrin. Përgjegjësinë kryesore edhe të parë ka kryeministri, e kam fjalën për kryeministrin paraprak, domethënë i cili mandatin e cilit ka filluar kjo çështje të ka hyrë në agjendë institucionale. Mirë po, ndihmë si ti edhe ministri, shkojnë në Bruxelles, kam haru tash nuk po kam edhe mundësi më janë një sa vizita i kanë me negociu gjykatën speciale. Ministri i drejtësisë kemi podisar, kemi qenë në Bruxelles me negociu këtë. Kur vjen intervista qoftë jo apo në medium tjetër, thonë, po pse kjo keq bën me hek këto me ndryshu, thotë jo këtë s'ke mundësi me ndryshu. Këto mundi me ndryshu, jo as këtë s'ke mundësi me ndryshu, se kjo është çështë na ardh, ja merren ja çojnë në këshill sigurimi të rrosti gjykojnë, pa mëna çfarë absurditeti. Edhe në fund çka vjen puna, shtrohet pyetja, çka ne të negociuar atje? Masi as statutës po mëshet me negociu, as rregullat e procedurës po mëshet me negociu, edhe as nisën përmbajtësore, edhe substanciale dhe procedurale s'po mëshet me negociu. Çka ne të negociu? Fajsinë të neni të negociu, fajsinë e juaj apo jeni të negociu listat e njerëzve që kanë me shef. Po, a ka mundësi mu negociu që kja? Beson se ka zona që nuk po du, unë veç po du me thonë, mungesa e transparencës i shtron do pyetje. Unë nuk po du me thonë përgjigje, se përgjigje si kam. Do me thonë përgjigje spekuloj. A janë dyshimet relevante? Nëse ty të vjen ministri i drejtësisë i një vendi, edhe të thotë që na nuk mujmë me ndryshu kur gjë hiç prej tekstit të statutit, vepra penale që të ndiqen, rregullat e procedurës, apo ajo që mund me ndryshu është ndoshta me vendos apo qesim diçka neni 2, domthonë ndryshime kozmetike, çka jetë të negociuar pse s'u mor një dokument me orë, çështë që paketa, domthonë dhe më shku direkt ku vend dhe atje mu debatu, çka jemi tu simulu këtu. Se për shembull është absurde. E unë personalisht mendoj që nëse bëhet gjykata speciale, nëse bëhet, domethënë ki dyshime se nuk do mund të mos votohet. Nuk ka ndodhur, nuk di me prognoza politike, nuk kam aftësi të parashikoj sjelljet e njerëzve në përgjithësi, po sidomos sjelljet e njerëzve jo racionale apo njerëzve që nuk kanë një bindje personale, që nështruan një diktati SMS. Unë nuk e kisha votuar sepse unë ende kam bindje personale. Jo, unë kam bindje që në kërcënimin që ka lënë Këshilli i Sigurimit. Veç pak. Ato janë kërcënime koti për një arsye shumë thjeshtë. Unë mendoj që kjo puna më e vështirë në një shtet. Me gjyku krimet tuaja edhe ato krimet më të dëmshme, ti duhesh vetëm të ballavaçu me vetvete, se ngëm kriminali në herë fol për një krim, ai të bëhet 10 herë më i rrezikshëm për ardhmërinë e kriminali i cili amnestohet, ai bëhet i rrezikshëm për ardhmërinë e fëmijëve tonë. Këtë detyrë duhet na me kry, veç ta kry. Momentin na që thojmë na si jemi në gjendje me kry këtë punë, na e hupim epitetin e Zotit të shtëpisë të vendit. Edhe unë nuk po du me besu nisan, që nuk ka njerëz që e dojnë këtë vend mjaftueshëm që e kryjnë këtë punë vetë, edhe që e dojnë ndërkombëtarëve atë çka. Na keni lodh. Për shembull, na keni lodh se ju s'e dëni këtë vend më shumë se na këtë punë s'e bëni më mirë se na. Kjo punë nuk bëhet as për parë, nuk bëhet as pse kemi pas gjipa këtu në Kosovë as kush. Para se marr ndërkombëtarët, edhe çka ka arsyeja kryesore mos funksionimit të sistemit të drejtësisë. Që ja këta i kanë pagat e vogla, s'kan siguri, s'po kanë kjere ku me lëviz gjyqtarët e prokurorët tonë,
masane po kërcënohen ku shija aty pjovinë kështu me radhë, edhe kushtet ndërtesat e këqija, zyrës s'po kanë asistenta, mjaftueshëm apo asistente kështu me radhë, për çfarë arsye s'po kanë. Edhe çka bën të hujt në zgjidhje, domethënë ad hoc aty para aty, hajtë që bibim të njerëz që kanë xhipa, kanë sigurim afërt, kanë asistenta, i kanë tona të mira, domethënë rrugat i kanë ka 20.000 euro kështu me radhë. A bën ata nëse? A bën ata nëse? Kur gjë zbon. A dim se zbon ata? Pse ju mungoj përbërsi kryesor për me kry këtë punë. Ajo është dashnia për ne. Ti e bën në atë punë për fëmijën tënd. Se ti s'ke me mbrojt fëmijën tënd dhe familjen tonë çdo ditë me armë në dorë. Na çat vend s'po dojna me jetu, na po dojna me jetu ku nëse na rrezikohet ne e mirë apo ne e drejt, na shkojmë në një vend ku dikush e kryen atë shërbim për cilin na paguajmë çka ta tem. Ju po folni për idealin, për një shtet i cili funksionon ose funksionon minimalisht, pra që një prokuror është gjendje me ngrit një iniciative ndaj një zyrtarit të lartë shtetor. Fakti është që sot e kemi në një sistem tillë drejtësisë ku edhe kriminalët ordinar rrinë në përshpia dhe nuk rrinë në burg. Pra, në këtë sistem cilin e kemi na aktualisht, çfarë duhet me bë? Mos me pranu një kërkesë, madje edhe presion ndërkombëtar për me themelu këtë gjykatë. Unë se kam çorvis pak. Qysh mi bind se ti mundesh me bë një gjykim drejt me këta njerëz që i aktualisht. Tu e bu kjo nuk është diçka që çosh e marrni ligjërat, edhe thu unë premtoj që do të bëhet bindja na muj me bind bashkinë ndërkombëtare nëse janë nisë me bukët mu sot nesër. Dje o dosh me janë nisë me bu. Para 10 vjet o dosh me bu. Kjo nuk ka punë që e bind dikën me fjalë. Këto e bind kështu, edhe në pjo kallëzoj. Nuk ka njëri më të fortë në çet vend. Domethënë, në çfarë do aspekti se sa krye prokurori i shtetit. Jo pse është personi i caktuar sot, po posti. Kryeministri është hajgare në krahasim me kryeprokurorin e shtetit. Kryetari i kuvendit është hajgare. Shefat e shërbimeve, komandanti i policisë, njëri kyç i cili vend, domethënë ai është kryesori për kafuçia. Kështu që a dim pse nuk është pse këta janë shumë të fortë këta që domethënë ikin drejtësisë, po pse këta të tjerë janë shumë dopt, apo kanë qenë nuk e kanë kryer detyrën çush e kanë kryer. Sepse edhe këtu nuk keni dale. Mos e këshore na çash ult na ka shku, domethënë kriteri i vlerësimit, se na këtu kriter vlerësimit e kemi leadershipin politik, që janë ndoshta njerëz më të këqit këtij vendi. Po ti a ki rreth, a ki lagje njerëz që një. Plot ka njerëz mirë ky vend. Edhe njerëz që duajnë këtë vend, nishin mirë më shumë. Këtij vendi i vjen veç në njëri, veç pak dashni vjen, kur gjë tjetër. Unë po të kallzoj, edhe mos e merr shembullin, na kemi kallzuar se Kej bjen si mu quti me luftu një të keqe, që është që keqe, po ta çnukin një pjesë. Atë që kanë thonë ata? Së gjykat e veçantë, së gjykat ndërkombëtare, ata ta kanë kriju. Arkivën, gjykatën, prokurorin, apelin, supremën, kushtetuesën, ç'po thonë ata din si me të hin këtë shtëpinë me ta marr, e me thonë ty po të qesim me një kolib që aty jashtë, e me thonë kjo është shtëpia jote. Atë hajgare, veç pa fytyrë të pranojnë. Atë hajgore se është hajgore me vetveten. Nuk mundesh ti edhe me dal ti dikujt na më thon, "Çse na adin halo pe mojna, na halo kena shtet." Nuk a mundën me thonë. Kjo është humbje pjesë e këtyre dyshimeve për cilat ngarkohen. Pra, a janë gjeni këta me thonë ju? Edhe me këtë rast apo krijohet një dyshim tjetër që këta vërtet ka diçka. Këta janë hiçaktar. Po hime. Këta janë njerëz më të parancishëm këtij vendi. Këta po më kesh më thon, edhe juve keni kontributin e juaj si media, domthon i keni kontribut që i keni fry, domthon njerëz më të parancishëm ju bu, edhe çka kanë bu, këta janë më të rëndësishëm që kanë të kjerët luksoze me cilat vozitën po të shkretit në rrugë të këqija, se as rrugë si kanë drejt, bilemi vozit kjerët me ani lezetin e Mercedesit, apo kupton? Këta janë totalisht parancishëm. Ardhmënia e kësaj shoqënie është tjetërka. Ajo është prokuroria dhe gjykata. Çatuan nëse dështojnë, qysh kanë rënë provim. Kanë rënë provim, s'ka fjalë. Kanë rënë provim, po kur se vën më shumë. Unë po them që apo pyetni për zgjidhje. Çu zgjidhje? Nuk mund të mendoj brenda notës ose nuk mund të mendoj me këta njerëz që janë aty politikës vazhdimisht. Kjo është me thonë jo se këta duhet dikush i pari, masane dikush i dyti duhet me nis diçka kështu me radhë. Këtu është një problem tjetër, për shembull, është si për shembull një Adem Jashari me pasnis me llogarit, më thon, ok të kshyrem le të fillon këtu një herë, masane unë mos i tën. Për shembull, këtu sa ne bëm pse vinë çështu rrethonat edhe s'do kriju. Na i kemi dy opsione. Ose me dal njerëz të rrugë,
ose me dal njerëz në rrugë, ose me bu skandale edhe këtu, domethënë situata sikur ato që ishin në Maqedoni, ose me funksionu gjyqësia. Unë po them, nëse nuk funksionon çka gjyqësi, edhe nëse krijohet çka gjykatë speciale, shteti jon nuk ka kuptim. Se na apet sikur ata fundamentalistat. Çka thash? Një fundamentalist e merr edhe e dështon këtë jetën. Këtë jetën. Si më thon, rënon 35 vjet, 36 vjet, 40 vjet, çdo ditë jetës ti e ka dështu më kon njëri. Normal. Tash i kanë metë edhe një 24 orë, thot, okay, të bëjnë një vepër të madhe, më morën, edhe këta ta shtojnë, hajde të gjojna një ilaç shpejt, edhe të krijojnë një gjykatë speciale edhe krejt, edhe këtë pendrejshim këto për një ditë. Po unë po them që çaj është naivitet. Nuk ndresit kjo punë, se nesër shkon gjykata speciale, ti pa e pos njerin që gjykon për shkak të bindjes, për shembull, nuk ka njëri më të fortë që posut për sigurinë globale. Amerika i ka tonë ata aeroplan mbajtës, helikopter, tanka kështu më radhë. Një njeri i bindun fatkeqësisht për smrapshti, pecenon të natë siguri. Paramendoj është vlera dhe fuqia një njeri i bindun për të mirë. Sunë nolla të kërkush. I ki shembuj tonë histori tonë. Pse dastit po të kuptoj, po mënoj edhe po të mirë kuptoj madje, po pse është kaq e pamundur në Kosovë? Kanë kalu 15 vite, kam lexuar dhe intervista tuaja. Pse është kaq e pamundur me pas ndryshime shoqërore? Na kena zgjedhje që janë pothuajse të lira. Edhe në anën tjetër, Kosova është e kapur pikë komandantëve dhe pikë oligarkëve. Pra, ku është aktivizmi shoqëror? Dështimet po pranohen, janë këto që po i thuni edhe ju. Pse këtu nuk po lëvizin gjana, pse kena ngel që tu ku kena ngel, me një farrrethi vicioz, i man zgjedh të fitojnë pak a shumë njëjtat parti politike, e madje ku vendi, sipas gjitha parametra, veç po pson, është i nivelit edhe më dopt. Pra siç e përmenda komandant dhe oligark e kanë kapë jetën, edhe ata mbojnë njëri tjetrin. Qëre problemi është pse po pson. Këtu, domthonë, njerëz kanë abdiku prej përgjegjësisë në secilin moment. Unë shpesh qesh, lufta që ka paraprish lirimit, spore dhe pastaj edhe pavarësisë Kosovës ka qenë, domthonë, me të vërtetë ka qenë luftë me cilën duhet krenohemi me gjithë, sepse njerëz kanë filluar me mbrojt, domthonë, kanë nisë jo në formë të organizuar, por kanë nisë nëpër secilin njeri të mbrojt pragun e vet, pastaj ato domthonë janë organizuar me një strukturë e cila ka fituar legjitimitet ndërkombëtar, cilën ndoshta nuk ka ekzistuar para këtij rasti, e as nuk do të ndodhë në të ardhmen. Mirë po, liria, demokracia, shteti nuk janë profeci vetë përmbushse. Nuk kanë mekanizëm automatik që vetë përmbushen. Që do është pjesëmarrje aktive, nëse ki ligj të mirë, për me funksionalizuar atë dush me abdikojnë qytetarët. Që po duhet ta shpjegoj, domthonë problemi është që secili qytetar na ta shtojmë, kemi bën një luftë, e kemi bën çat luftën për shlirim dhe për pavarësi, po harrojmë këshillë shtete të tjera, po këshillën perëndim. Sa herë kanë luftuar në historinë e tyre. Sa herë kanë luftuar, çfarë lufta kanë bën, herë mu shliru dhe mu pavarësu, e sa herë kanë luftuar jo vetëm me dhunë edhe me lufta me shtete të tjera, mirë po sa herë kanë luftuar brenda shtetit për me realizuar atë që e kanë arrit. Unë qeshem me këta zyrtarë tonë publik kur shkojnë në Elizë, shkojnë në vizitë studimore diku në Amerikë dhe shojnë një sen të mirë, për shembull, shojnë ato në fillim ka qenë shumë në trend këto shajet në Amerikë që kujdes se por shet në korridor pas pastrimit, çka keni për to, çka çështu është një, edhe mendoni që për shkak të ligjit tash ajo është detyruar me i vendos ato, nuk e din. Që për me u vendos çajet aty, nuk është dosh ligji më kon. Po është dosh ligji më kon, e dosh dikush murxunta. E dosh murxu 100 veta mos me bën kurrë. I 190 murxu me milion këtë punë tjera, më morë me çat punë, me çu deri në fund në sen, se na jemi të pas zot me çu sane deri në fund. Që kjo sindromi i Ballkanit. Na nisim 100 sane, po asnjë sen nuk e çojmë deri në fund. Me çu deri në fund, se veç kur e çon deri në fund, mundesh me thon, s'funksionoi sistemi. Po jo me ta prunë në tabak në shtëpi me thonë që ku e ki drejtën të realizu se na u kujdesëm. Sa ajo është koncept i lindjes, ku shteti ka posë monopol dhe ka kryj këtë shërbimin për qytetar. Tash dush me lyp shërbimin, me luftu për të, me lyp drejtën, me luftu për të, se veç ashtu të përmbushet edhe shtet buhesh kur e lufton ç't betejë, që është e mbrëmshme, që s'ka të bëjë me armiq të jashtëm. E këtu te na qytetarët, unë mendoj që janë
problemi kryesor është që gjithë janë bërë si titullar. E përmenëm më njëherë, na jena në gjendje më shku me luftu në shtetet tjera, pra radikalizëm, po mungon ky radikaliteti i brendshëm, pra kërkesat na nisëm lufta, shkojmë në Siri, shkojmë në Maqedoni. E nonën tjetër, një protestë e opozitës nuk mundëm të mbledh as 1000 veta në qendër për problemet tona jetësore. Veç domon dush me ndo dy sene për me bë problemet, unë kur e diskutojshim fundamentalizmin përgjithësi si problem në Kosovë, qoftë politik, qoftë islamik apo feve tjera, se thash edhe dëshmitarët e Jehovas i ginë qendër Prishtinës çdo ditë. Shërbejnë, rekrutojnë në kandidat. Na e thëshim edhe shumica këto në miqve, njerëzve me cilë bisedojsh, mos ki merak se kur nuk bën më shumë se 10%. Një mjafton, për me kriju punë të këqija. Në njëre i krison mjafton, edhe ai e krijon çat efektin për cilin një masën e publikoni kështu raportoni sepse bëhet lajm. Po për me kriju punë të mira, nevojiten më shumë se në njëri. Edhe mos harrojmë. Nuk është unë e di që jemi të jetuar në botën e informacionit të shpejt, mediave kështu më radhë. Po Kosova nuk është pasqyra cilën e prezantoni qoftë edhe portal juaj apo gazeta juaj në baza ditore. Kosova shumë më shumë se çaja. Fatkeqësisht populli është duke u bombardu dhe edhe sanat e mira, njerëz të njëjtë e mirë edhe që luftojnë çdo ditë për një drejt. Çdo ditë. Na nuk dim as me raportu, as me stimulu, dhe ata njerëz nuk janë fare aktor në këtë botën virtuale, cilën sot gjithë po jetojmë e cila ndoshta po i konkuron shumë edhe kësaj botës reale. Kështu që unë nuk mendoj që kjo betejë për cilën ti po flet nuk zhvillohet. Çdo ditë zhvillohet. Një njeri që shkon në punë, çdo ditë, pi 8 deri në 5, edhe që mundot me dhon maksimumin e tij në punë, ai njeri është e bë betejën kryesore që të shtat me funksionalizu që të shtat. Edhe ai nuk është i vlerësuar këtu. Nuk është i vlerësuar pse? Pse na jemi tu jetu, domthon çfarë kemi, masi kemi kaluar në një farë periudhë dramatike të luftës, tash niveli i adrenalinës jemi po të mvarur në farë mënyrë për adrenalinës, tash vëmendjen dhe interesi na ngrit vetëm një adrenalinë shumë e lartë. Kjo domthon mesatarja fare nuk ekziston, për atë arsye dush me qenë po ndryshimet që s'po mi bë vetëm domthon këtë uzurpimin e skenës politike, domthon a mundet, është pak konspirative, po kisha dhënë komentin ton. A mundet gjykata speciale domethënë me ndrum elitën politike? Këta tash ti kthejmë edhe një herë gjykata speciale. Po veç nuk e shëron, unë mendoj, edhe duhet me thonë këtu publikisht, që qëllimi, kur vendos çështja e shtëpisë verdh në Hag, është mbyll rasti për dy arsye ekzistojnë që ka mujt më mbyll rasti, jo 3, veç 2. E para është që me të vërtetë s'ka pas asnjë bazë për fillimin e ndjekjes penale. Edhe unë personalisht shpresoj që ky ka qenë arsyeja pse u mbyll ai rast. Edhe e dyta është që ka pas bazë për fillimin e ndjekjes penale, mirë, po për arsye politike, të politikës globale, dikush ka vendosur që mos mirëme me këtë çështje në këtë moment apo në këtë formë. Pse edhe kjo është mundësi, domthonë për shkak të subjekteve të hetimit, ka thonë të mbyllin. Tash, edhe këtë dytën sot që nuk po duam me besu, edhe shpresoj edhe çdo ditë lutem që mos jetë rasti. Kjo e dyta po më përforcohet çdo ditë kur peshët që bashkësia ndërkombëtare të qenë e bindur që procesi demokratik zgjedhor, qoftë Kosovë apo në Maqedoni, këto vendet e Ballkanit, është të dështuar se janë të vjedh çdo herë, në mënyra më të sofistikuar, gjithmonë kanë më qenë një hap përpara me vjedhje edhe mashtrime. Nuk po mundet me u ndryshu elita e cila ka zënë peng Kosovën politike me proces të rregull zgjedhor. Atëherë tash këta kanë marrë atë ilaçin aty thash fundamentalistit i kthejmë gjithë. Ilaçin rrugën më të shkurtë dhe ilaçin më të shpejtë. Është që me këtë gjykatë speciale ti hekim do njerëz. E unë po them, nëse i hekim këta njerëz në çështë mënyrë, nuk i kryjmë shërbim Kosovës. Pse? Pse këta gjithmonë na krekosen me patriotizmin, me sakrificën e tyre për këtë vend që edhe ne u sakrifikuan, u martirizuan kështu me radhë, edhe nuk demaskohen për çka ndoshta edhe janë, nëse i kanë kryer ato vepra për cilë dyshohet dhe gjithmonë do të mbesin hipotekë këtij vendi. Dhe për atë arsye unë po them që këta njerëz ose duhet më marr na me ta, që na nuk kemi paragjykime, na me kriminalizu luftën e UÇK-s apo përpjekjen tonë për liri, për shlerim edhe për liri, që na po na mirë me individ. Edhe veç na mujm në mënyrë të pastër me çu deri në fund këtë çështje, i jashtë gjitha këtyre konsideratave që janë totalisht kundërlidhshme, edhe për atë arsye në mendoj që punën më të mirë në çdo drejtim mundet me kry një njerëz që don këtë vend. Ai mund të mos shqiptar,
Sërb, Turq, Bosnjak që jeton këtu dhe që konsideron ç't vend, ç't territor, shpit vet. Se këtu na po lufta është për neve, nuk është lufta me impresionu si kanë që unë as nuk ja di jam në kësoj italianës që është tash vend Mogherini. Qa kanë dikim ajo në jetën teme, ditore me impresionu me thonë që unë jem ma evropian. Hashim thonë që nështë duhet mu kallëzu ma evropian, po unë jem evropian se unë kom linë në Evropë. Edhe që ky vend është në Evropë. Edhe unë e kom mentalitetin evropian, mos kam nevojë me të kallëzu me kriju gjykatë speciale me thonë që unë jem për Evropën. Për Evropën duhet me kallëzu ndryshe që jemi për Evropën. Po shini se këtu ka diçka në këtë teori të konspiracionit se edhe mund ndodh që pas gjykatës speciale skena politike e Kosovës me mu duk ndryshe ose pa disa akter të kyç të saj. Unë e bëllëm paradoksi kryesor është që nëse nuk ka ndjek atëherë kur është dashur të ndjek kur ka qenë në procedurë penale për arsye të njerëzve, tash paradoksi më i madh është pse me negociu gjykatën speciale me këta njerëz. Edhe dyta është që sidomos kur qëllimi kryesor është me hek këta njerëz. Unë po them që mënyra tash duhet me thonë në të vërtetë shumë të madhe që rrot kush edhe. Unë mendoj që po të jemi në kpucat e këtyre politikanëve që janë zhytur në Krim, domethënë shumë vështirë me lënë pushtetin këtë situatë. Vështirë me lënë pushtetin, sepse unë tash drejtësia këtyre vjen në formën e padrejtësisë. Vështirë me lënë pushtetin. Dhe për çfarë arsye këta vetëm fat që mujnë me pas në atë fatkeqësi të lëmjes pushtetit, është me pas një njeri me ndërgjegje i cili gjykon jo për kush janë ata, po për çka kanë bë. Edhe ai ato e bën jo pse i don ata, po pse çashtu është vetë, siç më thoni friguat aty gjithë pushtetshmit nesër kur t'i vjen aty dita nuk don me injuna. Kështu që unë këtyre kur i japi mallkimin më të madh. Gjithë politikanët them urej që të gjykoj bashkëpunëtori jot më i afërt apo personi që të ka shërby pa mënyrë pa skrupull të jetën. Sepse çatëherë do ta shosh kënë ki promovu, kënë ki ndërtu, çka ki bëu edhe kështu më radhë. Vetë çatëherë shihet. Shpalosje që i ka bëu prokurori Williamson domthon gjetjet. A din parafërsisht sa akt akuza mundën më ngrit në përbes ajo është abuton, ajo është analizë, ajo është e vërtet krimet që baza është një raport publik, ajo është raporti i dikmatit. Ajo është raportuar, që ajo është fushveprimi i atij jetimi, ajo është fushveprimi i veprave penale që do të dalin edhe do të ndjekin edhe do të thonë në raste nuk jem njëri informacionit, nuk mendoj që është interesante as që i shërben dikujt. Unë veç po du me thonë që në momentin që na e realizojmë që të eksperiment të fundit, na e kemi vërtetu që teorinë e ati profesorit njëllë të shkencave politike, cili ka thonë çka i vim botës edhe një shtet tjetër i dështuar. Cilat janë si mas jush jemi gati në fund, cilat janë 3 problemet ose 4 ose 5 që ju konsideroni që janë akute për këtë shoqëni, edhe cilat probleme po pengojnë këtë shoqëni më jesë përpara anash gjykatës speciale, pra cilat janë ato cilat na duhet në mënyrë urgjente mi adresu. Qëre, unë mendoj që problemi kryesor tash secila gjenerat i ka sfidat e veta, cilat i formojnë si gjenerat, pastaj i ka arritjet e veta, edhe secilat arritjen në faza ndryshme të historisë e kanë rëndësinë vet me një histori pak më të gjatë. Çka kanë bërë problemin këta, sidomos këta më të pameritum në shtëpi, asoj gjenerati që ka shliruar edhe ka Kosovën, këta që kanë bërë mënyra që e kanë prezantuar suksesin e tyre në këtë ndërmarrje, o konc më thonë që ky momenti i vetëm i rëndësishëm në historinë e Kosovës, na jem çata që e bëm, ju të tjerë jeni vdekatar të tjerë që kush kur në jetë nuk kam ju ditë as emrin, as bjemnin, as nuk kam ekzistuar kur se na kena mush Kosovën me këtë me monumente të punëve tona, edhe u kry Kosova. E shpallëm na, dulashim thonë që lexoni deklaratë pavarësisë, u kry. Një tjerë të shkoni të shtëpia keni konkurru, po ashim thonë që është një i vetëm edhe i pazavendësueshëm. Unë a din ku është zgjidhja? Që është i zavendësueshëm. Ose mirë. Si mund të zavendohet? Unë pju them që betejë sot me e ushtru kompetencën kryesore që e bën një vend shtet është sistemi i drejtësisë. Edhe veprat e ardhshme që kanë me lënë gjurmë pashlyeshme ndërtimin e këtij shteti, edhe në funksionimin e këtij shteti, edhe për cilat kanë
me u krenu gjeneratat që vinë mas, janë sëd. Janë sëd. Sëd nëse krijen, sëd na jemi të rreziku me hub gjithçka. Edhe ato që kanë arrit gjeneratat më përpara. Se sot po thojmë si është, na çel luftum këtë besu të neve që pedojmë këtë vend, s'pedojmë. Kështu që sot unë e pyet thirrë, sot është vetëm një problem, marrja e përgjegjësisë. Njerëz nuk janë të vetëdijshëm për rëndësinë që e kanë në funksionet që ju ushtrojnë edhe për ndryshimin që mundin me sjell për vete, për familjen e tyre, për rrethin e tyre, për shoqërinë tonë, edhe sot topi është në sistemin e drejtësisë. Këta mundin me dalë nëpër debate televizive të stilit Big Brother, kanë erë dhe ju keni pas të dorë në zemër, do me rrëfime të tyre personale që dhe kanë relevancë pa aq sa disa rrëfime personale të estradës në folklorikën në Kosovë. Po këta sot, në procesin, sfidën kryesore të shtendërtimit, me majtë shtetin, shumë ma vështira me majtë, se sa me kriju diçka. Me majtë shtetin është sot edhe është sistemi drejtësisë, jo prokurorët ose gjyqtarët. Nëse që ato dështojnë, qysh kanë dështu deri më tash, na drejt me të kallëzu për çësi shtetit, a është një dhunus, a fol shqip, a e kuamnin çapo dione serbisht, a e kuamnin shqip, a turqisht, a bulgarisht, a anglisht, a francisht, s'ka rëndësi, është njerëz që s'po të shërben. Edhe drejt me të kallëzu, as po vjen me anxhitan në Kosovë, se nuk kam me po as diçka, shkojmë në një vend ku funksionon dhe ku njerëz shërbejnë, se pushteti është udhëzimën kanë erë, tëna të energji që argjojnë marrë pushtet, tëna të investim, tëna të probleme se nuk e letë me qenë në vëmendje të opinionit publik. Momentin që vinë që aty e kanë ato, u kryt është. Ju folet vazhdimisht për ashimthaqen dhe njerëz e luftës, po dhe na ju pyetëm. Në fakt sot është një kryeminist tjetër që nuk e ka këtë backgroundin e luftës. Qysh po ju duket se po udhëheq zoti Isa Mustafa? Po shife, nuk ka fatkeqësi më të madhe në pushtet, me ardhën pushtet e mi pas durë të lidhën. Njerëz që mas shumë të mëdhimën sot në Kosovë janë Isa Mustafa dhe Shpendameti. Janë kryetari, kanë kerët shpendit që autobusat i paska, çka është ajo punë, s'u thonë, vend më të vështirë, se sa më kon pushtet, më kon përgjithës, e mos me pas mundësi, përgjithësi tip çfarë po thu, ti po je kryeministër, e po thu që jam të bëj diçka, jam dikush e kështu me radhë, edhe apo je kryetari diçka e kështu me radhë, e keni këtë tjetër kush, kështu që s'ka vend më të keq se sa më kon diku, ku je figurativisht përgjithës për opinionet, të ditën me dalë me thonë, jo në smoj këto me bula, kështu që për atë arsye për shkak të rrethonave, unë mendoj që Kosova ka me dalë për këtij rrethi vicioz momentin kur fiton një njeri për ideja. Që thonë, njerëz që shërbejnë ide, njerëz pa ide, ata janë në pushtet këçi, edhe në pozitë të këçi, edhe ku do janë të këçi, ata nuk dinë për çka janë, ata janë e këshyren lajmet e mëngjesit, apo e bëjnë një sondazh dhe këshyren qysh me kënaqë atë popull, ai bën sikur kur shkon në yll e stradës, shkon për shembull Ferizaj dhe thotë Ferizaj një më të mirë, siç thonë, pse din që aty është një aplauz i lirë, që aty është tani japin aplauz. Jena në fund idenë e bojnë njerëzit, ju personalisht ose rrethi njerëzve që ju rrini edhe kontribuoni, a mendoni që do të bashit pjesë në ideje për me ndryshu situatën aktuale, pra apo vetëm do të flasim në media? Na nuk flasim, unë nuk flas veç me, unë çdo ditë punoj ka 12 orë në ditë. E qartë. Jo. Mendova çfarë aty unë mendoj që edhe ju thash, pjesa politike, cilën e projekton shumica e mediave është 1% i realitetit të këtij vendi. Është realiteti virtual që ju e prezantoni që janë 100%, por realiteti është vetëm 1%. Edhe unë po të kallëzoj hapësira për me bën ndryshimin këtu në politikë, ndoshta politika është ambienti më kufizues, edhe më problematik sepse duhet jo domosdo, besoj nuk ka vendimarrës unë thash po të drejtësinë që e përmendni ju bën politika. Ja se bën politika, çto pikërisht. Kryeministri e kontrollon, nëse zavend kryeministri e kontrollon prokurorin, e kontrollon gjykatësin. Nuk e kontrollon. Ajo është zgjedhje e atij, a do të kontrollua ju. Po ky e ka mundësinë ku vendi i zgjedh, presidenca i emëron, pra komplet filtri kalon nëpër durrët politikës. Ato janë mekanizma të cilat tani ende nuk po funksionojnë mirë për arsye se nuk e kanë kuptuar mirë në rastin më të mirë, e kanë erë duhen më bëu keq, po unë po them në çështje që hapësira për veprim është gjithka. Nuk ka vetëm politikë. Edhe është primitive me mendu që domthon që vetëm politika apo një njerëz që din diçka duhet me një politikë. Fakt politika është moçali më i madh i këtij vendi. Nëse don me i më përly kështu
fune krye që aty hen se domthonë gjithçka kemi pa aty dhe nuk është si një terren i minum. Na duhet më angazhu domthonë ide të reja janë këtu, se cila gjenerat i ka ide. Na i kemi tash obligimin si gjenerat, nuk po flas individualisht, si gjenerat me projektu ide të reja. Edhe veç ashtu konkurron këtu në ideve dhe drejt në kallzu politikanë fonditës janë shërbys. Edhe çfarë thamë na politikanë populista, na problemin kryesor e kemi me vetëdijsimin e popullit. Janë dy fronte, edukimi formal, po edhe edukimi jo formal, ku hyn edhe në varënyrë edhe sfera mediave. Në momentin që krijohet kërkesa poshtë këta të tjerë të shërbejnë, qysh i kanë shërbys se cilës ka uzë ditore popullore. Kështu që unë në drejtim jam shumë optimist që qytetarët po vetëdijsohen, sepse ju thatë shumë mirë që niveli i qytetarët pa përfaqësuar po rritet, edhe kjo shtresë qytetare ka me prodhu një kërkesë për një ndryshim. Nëse arrihet krijimi i kësaj kërkese, unë mendoj që puna apo misionin intelektuali përfundon këtu. Sepse kjo është detyra kryesore. Kush e merr operativën në farë mënyrë, realizimin e asaj, ajo është ndoshta edhe elementi më pak i rëndësishëm, edhe ato kushdo që të merr mundet është ta realizojë nëse kërkesa është e shnoshë edhe i shërben mirë. Për atë arsye, unë shpresoj që ju gjithë njerëz e mirë do të përfundojnë në politikë përveç nëse është rrethona nuk ka kërkush tjetër për me marrë përsipër një ide për me dalë zot një ide, edhe duhet me kallëzu që në fund ditës kjo Kosovë nuk është ky 1%. Nuk është ky 1%. Ky 1% është fytyra më e keqe e Kosovës. Kosova shumë më shumë se kjo edhe Kosova sot i vijnë veç njerëz as veç që e dojnë Kosovën jo më pak se sot që e kanë dashur Kosovën, që ata që kur u kon terri më i madh në këtë vend e kanë pa një pikë shpresë diku. Se na jemi tu shkuar në një proces veç shkatrues të pesimizmit, çati depresionit që prodhon njerëz që po shkojnë edhe po ndërmarrin veprime radikale. Sepse kemi humbur besimin, nuk me humbur besimin, se nuk është Kosova një personazh politik. Dastit faleminderit shumë që ishe mysafir sonte, kemi kalu pothuajse orarin e parapon. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju.